po, mirëmbrëma që ka ardhur zoti Arben. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Është kryetari i Këshillit të Komunës Zharës, përparim Braçe, mirëmbrëma zoti Braçe. Është Aleksandra Semanjaku, përfaqësuesi i komunitetit të zonës, mirëmbrëma zoti Semanjaku. Dhe kujtim të sakta një jurist, tashmë në emisionin Ballafakim është bërë si traditë që merr pjesë dhe një jurist për të standardizuar këtë emision. Unë ju falenderoj që pranoj ftesën dhe mendoj që ta diskutojmë të problem të rëndësishëm i cili ka ngritur në protestë banore të zonës mbajtëse. Zoti Semanjaku, jeni përfaqësuesi drejt për drejt i komunitetit, madje që forca e këtij komuniteti ai që ka ndikuar dhe mbledhjen e jashtëzakonshme në Këshillin e Komunës. Cilat janë motivet të organizimit të protestës? Protesta popullore bëri të mundur që ose në detyroi ne, disa përfaqësues të komunitetit, këshilltarë të komunës, kryepleq të fshatrave, vetë kryetari i komunës së bashku me sekretarin, por dhe intelektual të zonës, që ditën e shtunë të mblidheshin dhe të vendosnim për administrimin dhe menaxhimin e kësaj proteste. Irritimi popullor kishte arritur kulmin për arsye se lëkundjet e vazhdueshme të tokës, me pretendimin se shkaktohen nga shpërthimet e kompanisë Bankers Petroleum, e quan pesh popullin sepse e preku atje ku ai nuk duronte dot më, tek prona, te banesa. Sot banorët e komunës Zharës, e cila ka rreth 8000 banorë, kanë investuar në të banesën e tyre, kanë investuar për të ardhmen e tyre, edhe të fëmijëve të tyre. Dhe papritur, ata rrezikohen që kjo banesë t'i zerë poshtë, kjo banesë të shkatërrohet. Por pse banorët mendojnë se këto lëkundje shkaktohen nga zhvillimi i aktivitetit të kompanisë Bankers?